Pas fatin edhe frekuentoja edhe salonin e Mario Lucit, një nga poetët më të mirë italian. Kur shkova atje në 92-shin, unë e gjeta emrin e Mario Lucit në elenkon telefonit dhe i telefonova, i thashë jam një shqiptar që më pëlqen poezia, i thashë edhe dua t'ju takoj. Ai më tha hajde në shtëpi. Edhe që nga ajo ditë, domethënë një herë në muaj i shkoja në shtëpi për 10 vjet. Ai ishte 80 vjeçar kur më hapi derën, edhe deri në 90 derisa iku domethënë nga kjo jetë, i frekuentoja rregullisht. Edhe kronikën kur e kam prezantuar në 2004 në Firenze, ishte edhe vetë ai prezant, dhe foli se e kishte lexuar materialin, tha fjalë të veta. Ka qenë një diçka ndihmuese. Po. Shumë. Po jo, sa interesant që u hapi derën, më thënë. Edhe ju me këtë lehtësinë e papërballueshme atë vi pak që e kishim ne në Shqipërinë asaj kohe. Tani besoj është e vështirë që të thua njëri. Është e vështirë, ai ishte pjesë e poetëve të viteve 30 kur ishte një grup letrar shumë i fortë në Firenze, që mblidheshin me një kafene aty, Le Giube Rosse, është Piazza della Repubblica, edhe mblidheshin bashkë pinin kafe për ditë, domethënë. Do të thënë stile antiko, stile vecchio. Edhe erdhe hapi derën, hajde tha. Dhe u gjendëm mirë pastaj me njëri tjetrin. Do të thënë u gjendëm edhe në sintoni, se ndonjëherë nuk ke feeling edhe lën atë punë, nuk ftojnë më.